Mosha që shpirtin thot se mund të jet, mosha që shumë njerëz guxojnë të thonë, apo mosha që i bën njerëzit të palumtur. A jam më mosha që gratë e thonë, mosha që gratë do donin të isha, mosha që nuk ka rëndësi për askënd, apo mosha që askush nuk e meriton. Çfarë rëndësi e ka sa vjeqje, çfarë rëndësi e kam parat që ke, çfarë rëndësi ka mosha jote e vërtet për ty, për sa kohë që nuk jeton për të keq. Ose jetoj jetën tënde vetëm për të grumbulluar pasuri i lumtur me çfarëdo pak ose shumë që ke. Kur desim nuk marrim asgjë në jetën e përtej, me madhe edhe korta jo në identiteti shkon në plehra ose mbete të dikush tjetër. Mosha e vërtet qëndron në gëzimin e të jetuarit vërtet, në dashuri pa ushtirur si aktore, në aftësin për të falur pa qenë gjykatës, në mençurin e të jetuarit gjithmonë i ri dhe lumtur. Mos e jetoj jetën tënde vetëm për të grumbulluar pasuri i lumtur me çfarëdo pak ose shumë që ke. Kur desim nuk marrim asgjë në jetën e përtej, me madje edhe korta jo në identitetit shkon në plehra ose mbete të dikush tjetër. Që mendojmë se jemi, nuk ka rëndësi sa vite kemi jetuar, nuk ka rëndësi sa ditë kalojnë pa para lajmërim, por lumturia që mund të festojmë çdo ditë. Mos e jetoj jetën tënde vetëm për